Unë nuk do zjatëm shumë për Laertin, se jam zjatë kaq shumë, i kam po i reklamat i Laertit sa mran lesht. Edhe shqyqy Lazar uaj i dashur na bëri me flok. Orina. Tani mbolle flok. Nuk merem më me këtë gjë se jam lodh. Edhe fjalën time e kam thënë në emision tjetër, po prap tu dhe e kam mbyllur. Po duhet ju rikujtoj të gjithëve juve, kur më flisin për Laertin, të kujtoni vetëm një sekuencë të vogël, çfarë ndodhi shtunën darkë, kur ai djali i vogël ishte i shtrirë në tokë dhe Laerti kruhesht mes gjithëve, bashkë me Rozana Radin. Ky është Laerti, për mua. Për mua është ai njeriu që e pa atë të rrëzuar, të rënuar dhe nuk vati të vinte një dorë. Pra çfarë do të flasim më shumë se sa kur kemi humbur sensin njerëzor të gjithë asaj që flasim që Big Brotheri lësi mesazh në fundit. Pra do japim dy mesazhe. Dhe ishte pikërisht momenti që ai të thoshte fjalën e vet. Të merrte atë qendrimin, atë për cilën se pam në asnjë moment dhe nuk e pam në shumë gjëra në atë shtëpi. Ky është mendimi i Kartit. Po, dohet të shtoj diçka të zen, po? Shkurtimisht, për mua ka qenë një pseudo-romancë kjo tim Vala, që më reale ka qenë tim Gjela me Gjestin, sepse Laerti ishte i zgjuar mjaftueshëm për ta kuptuar që u bë lojtar 2-1 me Valbonën dhe prandaj u afru. Dhe në momentin që erdhën mesazhet, jo më nga femrat internacionale, po nga i poeti i tij anonim që jepte ndihmë, atëherë u afru. Dhe prandaj u afru këta dy. Vetëm romancë dhe vetëm ndjenjë që s'ka pas aty. E njëjta gjë që siç vazhdon ti djali dashur e ke bërë refren në çdo studio televizive, si në shtëpi nuk di më të ndryshosh frazat e tua Xeni dhe Big Brother ka mbaruar dhe nuk mund të ecësh më as mbi kurrizën e Bonës, as mbi të Laertit, as mbi të Eglit, as mbi të Gjesit, as mbi të Rozanës. Kështu që të lutem, sepse ti ke qenë një barë dhe nuk e kam quajtur asnjëherë pa besi. Fakti që ai të largohej, sepse ti duhet të të nxirr të jashtë. Je një bar, je një kafshat që nuk ka përdijet, Valbona Milli. Apo në një situatë, apo në një dinamik, lëri të tjerët, nuk mund të ecësh në kurrizë të tjerëve. Big Brotheri ka mbaruar, Big Brotheri nuk ka mbaruar akoma përderisa ne po flasim të gjithë, edhe Vimxo Prime, okay? Ishte po flisja me Xenin, ti ke qenë turiste, kështu që ke bërë pushime të mira në shtëpi, kështu që mund të bëj një pyetje. S'kam asgjë tjetër për të thyer replikën. Të dëgjojmë Ronaldon. Për të shtuar diçka tjetër. Si Xenit muhabetet që ja po thu që e ka bërë refren, njëtën gjë po i thuhet e krizës, domethënë se kapaciteti jo deri aty shkon. Duhet i kishit thënë në shtëpi, duhet i kishit thënë në shtëpi. Do dëgjojmë pak Ronaldon, po? Ronaldo, po. Ju lutem, të dëgjojmë një sekond Ronaldon. Atëherë se e kam dëgjuar vazhdimisht nga shumë banor të këtij edicioni, po nisë me Bonën me që e mbylli fundit. Në cilin moment e ke parë intelektin e Laertit në shtëpinë e Big Brotherit? Nuk e ke parë në asnjë moment intelektin e Laertit brenda në shtëpi Ronaldo? Ju keni rënë pre e emrave Big që kanë ardhur në Big Brother. Cilën pre? E ke shumë gabim. Nëse më drejtohesh mua, jem me personin e gabuar, sepse unë nuk është se kam rënë pre e intelektit të Laertit, se unë nuk është se linda dhe vajta në shtëpinë e Big Brother dhe ti e di shumë mirë. Tani, ne meritat e Laertit nuk ja heqim dot. Po kush janë meritat e Laertit? Marrëdhënia ime me Laertin është gjë tjetër. Mund ti numërosh meritat e Se Laertit Vasilit. si shkoi marrëdhënia jonë dhe u treguaj pa besë me mua, kjo është pak më konqiz, dhe nuk ja fal dhe nuk ja justifikoj në asnjë lloj momenti. Ndërsa për intelektin dhe për zgjuarsinë e Laertit dhe për atë çka përfaqëson Laerti, është për ta duar trokitur. Okej, pyetja fundi që dua të shtroj Olti është, sa mundësi, sa gjasa ka që Laerti të fitoj Big Brother VIP 4? Gjasat që Laerti të fitoj Big Brother VIP 4 janë aq sa të jem unë balerin i parë teatrin e operës dhe baletit. Me një fjalë, çfarë penalizon që të jetë fitues? E penalizon fakti që ka qenë pak violinë e dytë. Ka qenë violinë e dytë. Duhet fillonte njëri fiu që të vazhdonte ky. Brava, Oridi, po për ty, pse duhet ta fitoj Laerti Big Brother? Të thuash, do duhet ta fitoj për Laertin, nuk do duhet keq kuptoj sikur ne jemi totalistë. Dhe tifozët Laerti nuk i ka kaq enurgomen, nuk i ka kaq fanatik. I ka tifozë të një niveli që do doni ta fitot ai në raport me banorët e tjerë. S'do thotë kjo që është kundër të tjerëve. Por me që Mullallafi rast do të thoya vetëm diçka se ky është një
një Big Brother pak specifik ky si vjeçmi. Top Channel ka zhvilluar vazhdimisht Big Brother duke ecur në përshtetjet pa njohura. Edhe këtë vit ne patëm një problem në Prime-in e shkuar ku reaguam nëpërmjet Ledionit në mënyrë të menjëhershme, sepse ka diçka që është e patolerueshme kur bëhet fjalë për dhunën apo gjëra tjera. Du them që në këtë kompleks Laerti është pak ajo që ne do donin të ishte se të përfaqësonte një pjesë të mirë të jo vetëm të intelektuale, po edhe rinia, çiftet e ka një lloj modeli për të nesërmen. Dëshira dhe ideja ime.